Po të dëgjoj ndonjë aktivisti vetëvendosës në pase, si që është bërë zakon, të lëshojnë mendjen e duar gjithkush për gjithçka, mund të thotë Alban Zoga jo, po Alban Serbia. E keni dëgjuar atë? E tmerrshme kjo, e tmerrshme. Çfarë tregon ky lloj polarizimi? E tmerrshme kjo, e tmerrshme, ju lutem. Çka po fshihet në shtëpi sipas jush? Nëse flet për gjendje të rënd të zënd socioekonomike, zhvillimor, nuk po flet që Kosovës zoti Kurti nuk mund t'i tregoj asnjë vepër, as të vogël as të madhe që ka pa. Në gjithë këto 6 vite dhe apo e kompenzon mungesën e rezultateve me këtë gjuhë të polarizimit sipas jush? Ka gjuhë të tmerrshme përqarse, si asnjëherë më përpara. Edhe shoqënia e popullit ynë është i përqarë aktualisht. Kjo nuk na duhet, ju lutem. Dhe për këtë arsye ne edhe kemi shku me slogan bashkohu. Të bashkohemi të gjithë bashkë dhe ky bashkim nuk është bashkohu veç brenda LDK-s, po edhe rreth LDK-s. Bashkohuni rreth nesh, të bëhemi bashk e ta zhvillojmë këtë vend. Ta lojmë përqarjen. Çush është e mundur kështu me këto thirrje. Serbia, zoti. Ne është e vërtet që Serbi ne kemi kërcënim të vazhdueshëm. Është e vërtet. Ne kemi një fqinj problematik afër vetës. Edhe kemi një kërcënim të vazhdueshëm. Po. Sepse Serbia ka qëllime ndaj Kosovës. Ka publike, po. I ka qëllimet e qarta. Dhe ne duhet ta kemi këtë parasysh në vazhdimsi. Por kur bëhemi bashkë, ne luftojmë Serbinë edhe më shumë e më të fuqishëm. E jo kur përqahemi në mes vete. Dhe ju lutem, ka dhënë bre ky popull shumë për këtë vend, për çlirim të Kosovës e për ndërtim të Kosovës. Demokracisë, po. Këto etiketime janë etiketime të tmerrshme. Të tmerrshme. E sidomos kur bëhen kështu pa fakte, kur gjuhën tani më në internet i bojnë shumë dëm të madh edhe demokracisë. Kanë pasojë. Edhe krejt zhvillimit të vendit. Te çëshori me LDK-n dhe të tjerët do të frymoj? Do të frymoj pozitivisht, ne po e shohim një pozitivitet të madh rreth LDK-s. LDK do të ketë një rezultat shumë më të mirë se sa në zgjedhjet e dhjetorit, e kjo nënkupton një LDK më e fuqishme, dhe pastaj nënkupton edhe një konstelacion krejtësisht tjetër politik pas qershorit. Por, edhe një gjë do më thoni të vanë, edhe këto kërcënimet për zgjedhje treja, janë kërcënime shumë problematike. Këto janë kërcënime ndaj popullit të Kosovës. Edhe ndaj partive politike. Pse ka nevojë për një shantazh të tillë, lutem? Pse ka nevojë ne e para me paragjyku rezultatin dhe e dyta pastaj me i paragjyku ngjarjet politike që vijnë pas rezultatit. Ne po shkojmë zgjedhje. E dim se po shkojmë zgjedhje. Po shkojmë zgjedhje sepse ishe i paaft me zgjedh presidentin, edhe me bë marrëveshje politike, dhe me kriju partner. Tani, me qenë se po shkojmë zgjedhje, e i kemi zgjedhje as 2 javë para vetës, ta presim rezultatin politik, ta presim të shohim cili është besimi i qytetarëve të Kosovës ndaj partive politike, dhe pastaj me atë rezultat duhet të bëjmë marrëveshje politike. Por një leksion do duhet ta kishit marrë, besoj, zoti Zogaj. Një leksion deri tash, edhe nga orvatja për partneritet me zotin Kurti, edhe në mënyrën siç e keni cilësuar se ai është përpjekur të ju zhvleftësoj politikisht. Ne duke e pas parasysh rezultatin e dhjetorit, qasjen e kishim krejtësisht konstruktive. Kemi marrë pjesë në çdo takim që e ka ftu zoti Kurti. Sepse qasjen e kishim konstruktive, pozitive. Me të vërtet kishim qëllim. Edhe vullnet me zgjedhjet, po. Me i kriju institucionet e vendit. I ka fitu 51%, e pranojmë rezultatin zgjedhor, respekt, vazhdo tutje krijoj institucionet. Dhe çka ndodhi? U konstituu kuvendi, e krijoi qeverinë e Kosovës. Kur vjen puna tek presidenti, prap blokad, linçim, ofendim. Pse? Sepse rregullat e Kosovës, kushtetuta jon,
e ka rregullin e tillë. Po si mund bashkëpunoni me një njeri të tillë? Duhet 80 vota, duhet 80 vota. Po ka një arsye edhe mbrapa bashkëpunimi asaj. duket jetë pak problematik, edhe i të ardhmes me zotin Kurti. Ta shohim qasjen nëse e ndani këtë përvojë që e keni realisht. Ta shohim qasjen pas qershorit, pas 7 qershorit. Të shohim qasja jonë do të jetë konstruktive. Ne e dim që institucionet e vendit nuk mund të krijohen pa marrëveshje politike. Ne e dim këtë punë. Andaj, normalisht do të jemi të hapur për marrëveshje politike. Ne këtë punë e kemi ditë, edhe përpara, edhe e dim, edhe tash. Çfarë do të thojë një votuesi që ka nda menën të votojë LDK-n, ose një votuesi tjetër që ka qenë LDK që është në lëkundje, ose që ka qenë LDK nuk është në LDK? Çfarë do të thojë? Bashkohuni me LDK-n dhe vizionin e LDK-s për zhvillimin e këtij vendi. Ta kthejmë normalitetin, ta kthejmë stabilitetin, edhe t'i kthejmë syt ka zhvillimi. Ky vend ka nevojë për projekte dhe zhvillim ekonomik. Por për të pas projekte e zhvillim ekonomik, ka nevojë për stabilitet politik. Stabiliteti politik vjen kur ka demokraci, kur ka edhe bilanc të pushteteve dhe kur ka marrëveshje të forta politike. Andaj, na jepni besimin ne në mënyrë që ne pastaj të punojmë për këtë vend.